Mbetemi në fushat dhe zhvendosemi në Gjirokastër me kolegun Rigel Smalilen. Ka pasur në fakt një denoncim nga sekretari i KZ-s në Bularat për humbje të vulës, pra në fshatin Bularat. Rigel, përshëndes, çfarë ka ndodhur më konkretisht? Në fakt ka patur një procedim të regjistruar nga Prokuroria e Gjirokastrës në lidhje me një krim zgjedhor, pra është klasifikuar si krim zgjedhor humbja e vulës në KZ-n e zonës e Libohovës dhe Dropullit, pra në KZ-n që është ngritur në fshatin Bularat. Ka qenë sekretari i kësaj KZ-e, zoti Jorgo Kuremeno, i cili ka denoncuar mungesën e vulës dhe kësaj ka nxjerrë dhe të pavlefshme materialet zgjedhore të mbërritura në këtë KZ, duke kërkuar gjetjen e autorëve që kanë bërë të mundur zhdukjen e këtij elementi shumë të rëndësishëm të procesit zgjedhor, por edhe duke kërkuar pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve një zgjidhje për këtë situatë, duke qenë se vula ishte e sekretuar, pra dhe ishte vula zyrtare që do të përdorej gjatë procesit zgjedhor në zonën e Dropullit. Aktualisht Prokuroria dhe Policia e Gjirokastrës nuk kanë dalë ende me një version se çfarë ka ndodhur, kush mund të jetë autori apo autorët e zhdukjes kësaj vule, por Prokuroria po vijon hetimet duke e klasifikuar theksoj si krim zgjedhor dhe po punohet për të nxjerrë përpara përgjegjësisë autorët. Në fakt, deri tani nuk është se ka të reja për sa i përket hetimeve, por gjithçka ka kaluar për korrespondencë pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në mënyrë që të kemi sa më shpejt një zgjidhje për këtë situatë. Rigel Smalilen, falenderoj për raportimin.